Një automjet është përfshirë nga flakët mbrëmjen e djeshme në një servis në zonën e Dobraq qytetërinë e Shkodër, në pronësi të shtetasit GP. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se gjatë saldimit të automjetit në pronësi të shtetasit KH, si shkak i një shkëndije elektrike ka rënë zjarr në një automjet i cili është djegur plotësisht. Sipas informacioneve paraprake, punonjësit kanë qenë duke punuar për riparimin e automjetit në momentin kur ai ka shpërthyer papritur në flak. Fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar nga ngjarja. Në vendngjarje kanë bërritur menjëherë forcat zjarrfikëse, të cilat kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit dhe neutralizimin e situatës. Ndërkohë, specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë referuar materialet në prokurori për vlerësim, po punohet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që quan në këtë ngjarje.